të dim më shumë nga ky takim, të paktën ajo që ka kërkuar Vleni, edhe mbi të gjitha kryefjala e Tryezës duket sikur ishte qeveria teknike që duhet hiqet. Është cekur edhe në ftesën që është dërguar deri tek ne si Vlen, se do të diskutohet në këtë tryezë të liderëve për çështje politike dhe ekonomike të cilat e tangojnë vendin në periudhën e ardhshme. Sidomos këto tema edhe që edhe ju i përmendët, sipas informatave që morëm pas përfundimit të takimit, do me thonë si tema kanë qenë në qeveria teknike dhe mundësia për ta hequr atë. Pastaj është biseduar edhe rreth ndryshimeve të mundshme të kodit zgjedhor, një temë e cila një kohë të gjatë zvarritet në sistemin ton politik. Është biseduar gjithashtu me një problem me të cilën ballafaqohemi, një problem i ndryshimit të sistemit, siç është vendosja e sistemit të ri Safe City, ndoshta jeni të informuar për këto procedura, për të cilët do duhet përkrahje 2/3 të deputetëve, dhe po ashtu është biseduar edhe për mundësinë e kyçes edhe të opozitës në reformat të cilët e presim vendin ton që kanë të bëjmë me përshpejtimin e procedurave për antarësim në Bashkimin Evropian. Me thonë përgjithësi këto kanë qenë temat të cilët janë diskutuar në këtë tryezë të liderëve, për disa prej tyre është gjetur dakordsi që të ketë bashkëpunim, për disa jo e kështu me radhë. Por ajo tryezë duket sikur ishte larg fushatës zgjedhore, pasi në parim duket sikur gjithë ishin dakord me atë që u diskutua. Po konkretisht për qeverinë teknike, kush humb dhe kush fiton më shumë nëse ajo hiqet? Sa i përket takimit që u zhvillua, mendojmë se është një moment i mirë pas zgjedhjeve komunale të cilët u zhvilluan në vendin tonë, dhe ne vlerësojmë se edhe këto 2 vite qeverisje që i kanë ngel kësaj shumice është një mundësi e mirë për t'i realizuar disa reforma, për t'i tejkaluar disa probleme me cilet ballafaqohet vendi. Fatkeqësisht në këtë tryezë nuk morën pjesë Lidhja Social-Demokrate, e cila refuzoi që të marrë pjesë, mirë po ajo ngelet në vlerësimin e tyre. Kurse temët të cilët të zhvilluan, mendoj që janë opcion i mirë për të zgjidhur disa probleme me cilet ballafaqohet vendi ynë. Sidomos rreth qeverisë teknike, në rast se ka mundësi disa sqarime t'i bëj. Pikërisht për atë që kush humb më shumë edhe kush fiton nëse ajo hiqet. Ndoshta edhe ka qenë kryetema. Qeveria teknike, si për informat të opinionit tuaj atje, është vendosur në vitin 2015-16, si rezultati një qeverisje, kishim thënë diktatoriale ose qeverisje regjimi nga partia atëhershme VMRO DPM-e në krye me Nikola Grevskin dhe BDI-s, dhe në atë kohë ajo qeveri thjesht nuk e pati besimin edhe të partive të tjera se mund të organizojë zgjedhje fer të lira dhe demokratike, dhe për këtë arsye edhe me ndërmjetësim ndërkombëtar u arrit marrëveshja e Përzhinës, në të cilën u vendos që para zgjedhjeve të ketë një qeveri teknike në të cilën partitë opozitare do të kenë pjesë në qeverisjen e vendit për të garantuar në një farë mënyre zgjedhje fer të lira dhe demokratike. Por tash pas shumë viteve të kaluara, edhe pse sipas mendimit ton kjo qeveri teknike nuk është se ka dhënë kush e di se çfarë, mirë po pas shumë viteve të kaluara, pas asaj që tash edhe vendi jonë është antare e NATO-s, edhe pas një testi shumë... Edhe ne këtu jemi antar të NATO-s, po e kërkojmë me ngulm atë, opozita. Po mendoj se pasi që jemi vende antare të NATO-s, edhe duhet fillojmë të sillemi si të tilla, që do me thonë të prodhojmë zgjedhje të cilët